ungjilli i përjetshëm dhe normal si gjithmonë fillojmë tani me lutje. Do e bëjmë lutjen? Okej, bëni lutjen ti, Edion. Lutemi bashkë. O Zoti i Madh të shtesëm dhe ndera lavdia takon ty, faleminderit për dashurinë, mirësinë, faleminderit për udhëheqjen tënde, faleminderit për fjalët tënde në gjuhën tonë që e kemi në dorë tona. Na udhëheq o Zot për këtë studim kaq të rëndësishëm që është lajmi yt i fundit njerëzimit. Na udhëheq o Zot drejto, na bekoj të gjithë ata që do ta dëgjojnë, familjet e tyre, mendjen, zemrën, jetët e tyre. E o Zot ti udhëheq o Zot, prediko, ne jemi fëmijë shëptor dhe punëtor të tu. Në emrin të Atit, Bijit, Frymës së Shajt. Amen. 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 Okej. Amen. Amen. Tani dhe po dëgjohet shumë mirë, çka është e mirë dhe vazhdojmë pra me pyetjen, saktësisht fjala e përjetshëm në Bibël përmendet 91 herë, kurse beslidhja e përjetshme 16 herë, ungjilli i përjetshëm vetëm një herë, pra këtu tek zbulesa 16. Vetëm për shikuesit që të thojmë që 91 herë përjetshëm, 16 herë vetëm te beslidhja, domethënë te ligjet përmendet, edhe ta shpjegojmë popullit çka do të thonë të ligjet, që është beslidhja, e bëm bashkëqartë e bërë kjo beslidhje mes njeriu dhe Zotit. Edhe ungjilli i përjetshëm e përmend një herë të zbulesa si lajmi i mirë për botën. Po, vazhdojmë. Pra, ungjilli Gjoni shkroi disa letra, por vetëm në zbulesë e tha ungjilli i përjetshëm. E dim që e ka shkruar ungjillin sipas Gjonit, letrën e parë, letrën e dytë, letrën e tretë, dhe në asnjërin nga ato letrat ai nuk përmend termin apo këtë fjalën ungjilli i përjetshëm, por vetëm këtu tek zbulesa kapitulli 14. Lexojmë së bashku, pra është tema, është vargu saktësisht çështja të cilën e kemi përgjatë fillimit, herën e kaluar edhe tani edhe vazhdimisht po është kjo çështja, lajmi që do e lexojmë dhe e kemi për herë. E lexojmë së bashku. Zbulesa 14, vargu 6. Pastaj pash një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, që t'ua predikonte banorëve të gjithëve, çdo kombi, fisi, gjuhë dhe populli, vargu 7, dhe thoshte me zë të madh, erdhi, adoroni atë i cili krijoi qiellin dhe tokën dhe burimet e ujrave. Druani Perëndin dhe jepeni lavdin, sepse ora e gjyqit të tij erdhi. Pse quhet ungjilli i përjetshëm? Është pyetje për mua? Ungjilli i përjetshëm është, na krishterët e kena çdo krishter e din problemin e si ka ardhur në gati, si zgjedhet në gati dhe si do të vjen, si ka më shpëtuar dhe njeriu. Ungjilli i përjetshëm është këtë plani i shpëtimit të njeriu. Pri A-fës dhe në omega, se thot vetë Zoti. Krejt plani. Do të na të tregojmë planin si ka nis, edhe si ka më përfundu. Na kena i vetëm i religjion në këtë botën janë krishterët që e din problemin, edhe e din çka ka me ky problem, edhe si zgjidhet ky problem. Edhe që kjo është që Zoti na ka përpara na ka tregu se shpëtimi i njeriu, plani i shpëtimit të njeriu është e kanë përfituar para 4.000 vjetëve, pi fillimit na ka tregu. Edhe na sot do t'i tregojmë vëllezërve motrave tonë si ka ardhur në gati edhe si ka me kanë shpëtimi i njeriu. Që kjo thirret ungjilli i përjetshëm. Domethënë
Epicendra e të gjithë kësaj dhe universit pra është Jezusi, Zoti jon, Alfa, Omega i pari dhe fundit, rruga, jeta e vërteta. Dhe që të kuptojmë ato se për çfarë do flasim vazhdim, thonte duhet të shkojmë te Zanafilla nga fillimi. Dhe thot në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën, Zanafilla pra bota u kriju kështu e bukur e përsosur, pa probleme, pa kurfar pengesash e një përsosmëri. Zanafilla 1:27 thot kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbëtyrës së vet, sipas shëmbëtyrës së Perëndis, ai krijoi mashkullin e femrën. Ky slajd është aq i bukur dhe i shumë i veçantë dhe unë sare që e shoh kështu pak emocionona dhe prekna, krijuesi erdhi poshtë vet, nuk e tha le të bëhet, por kur e krijoi njeriun ai erdhi formoi nga dheu dhe ja dha frymën e tij, ja ky çift i bukur, i lumtur, i gëzueshëm dhe pa kurfar brengash, vujtje, dhimbje dhe ato çka pasuan. Dhe Zanafilla 2:25 thot dhe burri e gruaja e tij ishin që të dy lakuriq dhe nuk kishin turp prej kësaj. Rrobat e ndritura plot shkëlqim që kishte Adami dhe Eva, ishte drita që u dha prindi tyre Zoti Jezus. Kurse pas saj erdhi problemi dhe lexojmë te Zanafilla 3:1. Thot, a ka thënë me të vërtet Perëndia mos hani nga gjithë pemet e kopshtit, gjarpri parashtroi pyetje e gruas. Dhe gruaja i përgjigjet dhe thot, gruaja u përgjigj gjarprit, nga fryti i pemës të kopshtit mund të ham, por nga fryti i pemës që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë mos hani dhe mos prekni ndryshe do të vdisni. Tani kemi vargun e 4, kapitullin e 3, atëherë gjarpri tha gruas, ju s'keni për të vdekur as pak. Kjo është tragjedia e cila ndodhi, gënjeshtra e parë, cilën gjarpri e mashtroi gruan dhe mjerisht. Vazhdojmë Zanafilla 3:5, por Perëndia e di që ditën që do të hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni në gjendje si Perëndia të njihni të mirën e të keqen. Ata e dinin vetëm të mirën, gruaja e habitur shikon me sy hapur frutin i cili ishte i mirë, i shishëm, bukur më pa, i shishëm për të ëngër, mandej dhe do të jetë nëse do të hapen sytë, kinse i kanë pas sytë e mbyllur, gjarpri në përpravi i cili është duke e joshur dhe mashtruar gruan. Dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për të ngrënë, që ishte e këndshme në sytë dhe e dëshirueshme për të bërë të zgjuar dikë dhe ajo mori nga fruti i saj, e hëngri dhe i dha edhe burrit që ishte me të dhe hëngri edhe ai. Zanafilla 3:10, atëherë u përgjigj, dëgjova zërin tënë në kopsh dhe pata frikë, sepse isha lakuriq dhe u fsheha, kurse vargu 11 thot dhe Perëndia tha, kush të tregoj se ishe lakuriq? Mos vallë ke ngrënë nga pema që une i kam urdhëruar që mos haje. Dhe erdhi problemi, ku mbeti rroba e shëndritshme që kishte Adami i Eva. Zanafilla 3:15, dhe unë do të shtija armiqësinë mes teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh temën e farës së saj. Vëlla Keni. Veç po punojmë të çka profetësi, të shpjegojmë popullit. Plani për shpëtimin e njeriut, është profesioni që na tregon që Zoti gjatë të shtyp kokën, edhe gruaja që është kisha, që jena na, do ta shtypim kokën, do ta plagosim dhëmbin e farës së saj. Dhe gruaja tha, unë do të shumë në minutë, dhe edhe që është 7:15 që është, 3:15. Dhe unë
Dhe unë do të shtija armiqësinë mes teje dhe gruas, dhe grua është kisha, dhe midis farës së sate dhe farës së saj. Domthon këtu është na ka thënë plani që gruaja është kisha që Jezusi do ta shtyp kokën xhapnit, kisha do ka përbisht edhe do ta shkatruat fara e xhapnit që është fara e Kainit. Atëherë më vonë do ta ndëgjojmë që është fara ati. Vazhdoj. Çfarë të thotë të shtypësh, pra vllau Keni na tha, fjala hebreje shtyp ka kuptim të shtypësh kokën dikujt. E shtypja e kokës dikujt është diçka shumë më serioze se plagosja e femrës. Kurse në vazhdim thot te Zbulesa 3, te Zanafilla 3, 21, pastaj Zoti Perëndi i bëri Adamit dhe gruas së tij tunika prej likure dhe i veshi. Pra tunika prej likure dhe i veshi. Që të mblojnë lakurëqinë e tyre. Po, urna. Do më thonë, vdekja filloi në parajs. Do më ka vdek qingji, edhe likurën e qingjit i ka mbulu Adamën e vet. Do më fill në qatë minut e ka shtatu pagimi i njeriut, edhe rënja i njeriut. Vdekja, Adami e Evi, kur ka në mollën i ka mos se keni me vdek. Edhe atë ndosh me vdek qingji për me bos me ambullu trupin me likur të qingjit. Është simbol se vetë qingji ju do të vjen Jezusi, është qingji i vërtet që e merr mëkatet e njeriu. Vazhdojmë. Ashtu. Pra ky premtim që u dha në kopsht e Denit u realizu me ardhen e Jezusit plotësisht dhe me vdekjen e ringjalljen e tij. Ai ja shkeli kokën armikut, aleluja, të gëzohem e të jemi të sigurt në veprën e tij. Kurse Zanafilla 3:22 thot kështu ai e dëboi njeriun dhe vendosi në linje të kopshtit e Edenit kerubimet që vërtisnin nga çdo anë një shpatë flakëruese për të ruajtur rrugën e pemës së jetës. Dhe pra këta e humben drejten, u dëbun nga kopshti dhe nuk patën më drejt që të hynë dhe rruga do t'jetë shumë e gjatë derisa kthehen. Këta e fëmijët e Kainit dhe Abelit, Kaini dhe Abeli, fëmijët e Adamit dhe Evës, Zanafilla 4:5, Zoti pra udhëroi që të prehet vazhdimisht qengji, që është simboli i Jezusit, dhe thot Abeli i ofroi edhe ai të paralindurit e kopesë së tij dhe i ndyrën e tyre dhe Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij, por nuk e çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Dhe kështu Kaini u pezmetua shumë dhe fytyra e tij mori një pamje të dëshpëruar. Këtu pra... Do më thonë Zoti pi tregon Kainit dhe Abelit modelin e shpëtimit, pi tregon modeli që flimi i qingjit është ai modeli që ka më shku për me shpëtimi njeriut. E Kaini e merr modelin e, si me tregu, kjo është model se shumë e përdorim edhe në kohën e sondit, që nuk shpëton prej gjakut të Jezusit, po prej veprat e tyre. Kaini është një model që ai mendon se mund të veprave, nuk ka nevojë për shpëtimin e Jezusit. Edhe këto janë dy grupe që janë ndarë. Rodi i Abelit dhe rodi i Kainit janë tipologji, njeriu pështon vetëm me ungjilli i përjetshëm, do të thonë me gjakun e Jezusit, me tipologji që ka qenë qingji, e sot është grupi i dytë që mendojnë që shpëtojnë me anë të veprave të mira, ose veprave që ka bërë Kaini, po veprat nuk se shpëtojnë. Vazhdojmë. Pra, qengji i pafajshëm duhet të flijohet. Jo qengji ai kafsha, por kurbani i Jezusi i cili mori mëkatet e botës. Sepse fjala e Zotit tha, ditën kur do të hash, do të vdesësh me siguri,
por plani ishte bërë para krijimit. Zoti ka bë planin dhe kjo nuk e ka gjetë rastisht, pa pritur, pa përgatitur. Dhe Zoti bëri beslidhja në traditën tonë shqiptare, besa është testamenti morali, kur besën ta këmban, është ajo çka për çfarë ne jemi kështu të njohur në pothuajse në mbar botën. Besnikëria e fjalës së vën apo besa është testament moral i popullit tonë. Kurse beslidhja e përjetshme vazhdon, pra siç thanë, përgjatë tërë Biblës, te Noa, e kemi ylberin, unë do të vendos ylberin tim në një re dhe do të shërbejnë si shenjë për beslidhjen e përfunduar midis teje dhe meje, Zanafilla 9:13, mandej më vonë e kemi te kulla Abelit, kur është ka ndodhur. Dalmi pak motrave Diana. Dalmi pak të ylberi, po ka lexo ka dalë kësaj pak. Okej. Është një beslidhje, po le ta lexojmë një herë të ylberi. Zanafilla 9:13. A van me lexu? Urna. Lexo po se po. O të perezemune. Unë e vendos ylberin tim në një re dhe të shërbej si shenjë për beslidhjen e përfunduar midis meje dhe tokës. Dhe kur të sjell re mbi tokë, do të ndodhë që harku të shfaqet në ret. Dhe unë do të kujtojmë për beslidhjen time midis meje dhe jush, si dhe me çdo gjallës dhe çfarë do lloj mishi. Dhe ujëra nuk do të shndruhen me në një përmbytje për të shkatruar çfarë do lloj mishi. Për shkurtojmë. Domethënë, na kena beslidhjen që nuk ka me qenë me ujë. Zoti nuk ka me marrë këtë tokë me ujë, e kena beslidhjen, Zoti e marrë premtimin e vet, ylberi është marrëveshja mes njeriut dhe Zotit. Po pse do të më lexoj këta? Për shkak se kur të vazhdojmë te kulla Babelit, e kuptojmë për çka është bë kulla Babelit. Domethënë, vazhdojmë me kullën e Babelit. Po, Zanafilla 11:9. Atëherë të Zanafilla 11:9, kështu Zoti e shpërndau mbi faqen e tërë dheut dhe atu pushuan ndërtuan 11:9. Prandaj ky vend ju tha emri Babel, sepse Zoti aty ngatron gjumat. Po pse e kanë bërë kullën e Babelit? E kanë bërë për shkak se këta mendojnë se e petë ka me marrë me ujë. Edhe asfalti, domethënë fjala asfalt, është e ka fjalën pi Babelit. Edhe materiali asfalt ka ardhur pi Babelit. Edhe kur ta vedi për shkak se ata që ky material nuk e kanë shohujin. Edhe këta kanë bërë kullën në shkutën e Zotit për me mujt që se e merr Zoti për zdyti me ujë, atëherë këta më pështu te kulla. Këtu ka qenë ai problemi. Domethënë ata firm çat minutë kanë qenë kundra, domethënë kanë bërë një forë revolucion kundra Zotit, domethënë janë kon si quhet zbuzhenec, Një bunt, një paknasi, një revolt. E kanë bërë revolt, po edhe janë përgatit në revolt, e kanë bërë kullën për marrë ujë këta me pështu. Domethënë kja ka qenë problemi kus Babelit. Se fjala asfalt ka dalë pi Babelit, e para. Edhe atëherë vazhdojmë e ki te slajdi, që Zanafilla 5:5. Edhe i ngatron gjuhet, vjen Zoti e sheh situatën edhe i ngatron gjuhet. Edhe kulla Babelit nuk mund me kry dera në fund, për shkak se populli nuk mirat vesh, edhe i nda në 4 anë të botës. Që ata dhe për shembull dhe kena këtë modelin, për shembull kur shkojsh në 4 anë të botës, e kanë një lloj sistemin e fejave. E kanë Isis Ozeriset, e kanë kinezët, këta kanë shia, si që thoni kanë ka 3 zota.
e kanë këtë modelin, për shkak se ndrimi i gjuhave i ka jetë vetëm ai sistemi i mendimit ka qenë i njëjtë, po ndrimi i gjuhave ka ndryshi. Domethënë i kanë emra ndryshi këto zotat. Vazhdoj. Mandej te Zanafilla 15 është bisedja me Abrahamin, cilin Zoti ia dha Abrahamit duke e dini për Abrahamin problemin e tij dhe vështro me kujdes, thot Zanafilla 15:5, vështro me kujdes qiellin dhe numroj yjet në rast se mund t'i numrosh, kështu kanë për të qenë pasardhësit e tu. Pra, Zoti i dha fjalen, bëri beslidhje me Abrahamin dhe plotësoi beslidhjen e tij natyrisht në besnikrin, dashurin. Sado që kaloi kohë, Zoti e plotëson beslidhjen e vet. Pyetja, si janë shpëtuar njerëzit në dhjetën e vjetër? Vllau Keni e përmendi, jo me qengja, jo me merita, jo me vepra, por me qengjin i cili do të vjen. E kjo është Mesia i vajosur, pra Jezusi. Dhe pak ta shikoston, ta kuptojnë, në dhjetën e vjetër ke pyetja, ashtu. Në dhjetën e vjetër, dënat e Mojsiu, ata kanë ditë që planin e Zotit që ka me pështu njeriu nga kotën. Po te Mojsiu e ka dhënë modelin, e ky model është shtetërorja thirrët. Domethënë shtetërora e kanë pas Yom Kippurin, e kanë pas çdo 7 vite me prekingjin, e kanë pas çdo ditë me falem kotet kingjit, e kanë zgjidh kingjin pa aksi, si quhet. Pak meta, ashtu. Këtë modeli ka qenë shtetërorja. Pi Mojsiut po folim, para Mojsiut ata nuk kanë pas direkt, ata që kanë ditë që ka marrë dikush që ka me gjallë për të vdekurit, por nuk e kanë pas për me prej kingjin. Nuk e kanë për kingjin ja kanë nisë mas Mojsiu. Ashtu, po. Edhe që lexojmë te Levitiku 21:17, pra prifti ai që i ka shërbyt duhet të ishte patmet dhe thot foli Aronit dhe i thuaj, në brezët e ashme asnjë burr nga fisi yt që ka ndonjë gjymtim nuk do të mund të afrohet për të ofruar bukën e perëndisë së tij. Asnjë burr nga fisi Aronit që ka ndonjë, pra nuk mund të ofroj flimet e bëra në zjarr Zotit, që ka një gjymtim të mos afrohet për të ofruar bukën. Nuk do të afroni asnjë me tmet, sepse nuk do ishte e pëlqyer. Pra, edhe prifti nuk ka pasur mundësi që të jetë me ndonjë tmet, nuk e di, sakat, i qal, apo ndoshta të mos ta ka një sy, apo çfarë do hendikepi, gjithashtu as kafshja. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme. Shkojmë tutje te ligji për trirë, vargu 6, kapitulli 9, me qëllim që ti të kesh frikë nga Zoti Perëndia yt, të respektosh gjatë gjithë ditëve të jetës tënde, yt birë, djalin yt dhe i birit tënd, të statutet e gjithë urdhërimet e tij që unë po jap me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten. Ligji për trirë 6:8. Sepse Jezusi thot, nëse më doni zbatoni të njëjtën gjapra sikur te Mojsiu, urdhërimet e mia nuk janë të rënda. Dhe kurse te Predikuesi 12:13 thot, të dëgjojmë pra përfundimin e gjithë ligjëratës, ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është tërësia e njeriut. Sepse Perëndia ka vënë të gjykohet çdo vepër edhe çdo gjë që është fshehur, qoftë e mirë apo e keqe. Për vetë urdhërimet, vllau Kenin? Do të thonë, Zoti na ka dhënë vetë urdhërimet se shumica mendojnë, edhe ka shumë kisha kështere që nuk kena të pështuar prej ligjit. Është e vërtetë se nuk pështohemi prej ligjit. Po unë jam i pështuar
e respektoj ligjin. Domethënë është pak edhe fjala është e gabueshme. Unë e di se ligji nuk më përshtar, po më përshtar gjaku i trupi i Jezusit. Po mos më ka përshtu mu gjaku i trupi i Jezusit, atëherë unë du ligjin, unë e du dhjetonimet. Për shkak se na dhjetonimet e Zotit më varet si i marrim. Nëse i marrim me dashuri, atëherë jena në rregull. Për shkak se nëse e don ti një person, nuk e vjedh. Nëse don ti një person, nuk e mbyn. Nëse don ti një person, nuk ja merr gruan. Nëse don ti një person, nuk del në dëshmi në rrem. Domthon, këtë varet si e merr. Po nëse mu gjaku i Krishtit, trupi edhe mi ka falë mëkat mëshira ati, atëherë unë ligjin e Zotit e marr si dashuri. Po tjetër kush e merr si ligj, si dënim. Po e pse e merr si dënim? Për shkak se ai nuk e ka pranuar mëshirën e Zotit. Që ata Zoti thot se qilla toka do të provojnë, po as një pikë e ligjit nuk luhet, për shkak se ai nuk ka kundër ligjit, ai domthon mëshira me ligjin janë bashkë. Edhe kjo është një beslidhje që ka mujtësiu t'i kanë çuar ke ligjin, ja ka zu modelin e shejtrores, edhe me qit model dëna sa vjen rusi kanë pas me kuptu populli se çka do të thonë. Domthon ligji për momentin, nëse thot dikush që nuk, si quhet, që nëse thot dikush ligji nuk vlen, është gabim, është shumë gabim. Pse? Pse nëse ti e je në mëshirën e Zotit, mund të je në mëshirën e Jezusit, Jezusi ka pagu me gjakun e trupin e tij, domthon për dashurinë e tij ti e don atë. Se ai të tregon çka është mëkati. Ti atë mëkat nuk e ban më, për shkak se je në frymën e shpirtit, mund të si nuk shkon më me vjerë, domethënë ti automatikisht e ke bën ndryshimin. Edhe po ligji është duhet me qenë, domethënë ligji nuk heket, edhe gabime kanë të thonë disa ligji më nuk vlen. Nuk është e vërtetë, ligji vlen dërna në fund ardhen e dy të Jezusit, për çka me anë të ligjit edhe kena mu dënuar. Domethënë ligji është model, se mos më konë ligji nuk ka gjyq, nuk ka pse stupeni, që shi bjen shqip. Po, dënim, me çka të mate. Po, me shkime më dënimin, nëse s'ka ligjë të qysh, për shka ka me dënim. Me vlesu çka është të drejtë e çka nuk është. Pra ashtu, ligji është, se kemi shkon të gjyq, për shkak se Zoti është i drejtë, edhe Zoti e ka emrin drejtësi, po mëshira ati e ka një farë limiti. Domthon mëshira ati nalet, atëherë vjen gjyqi dhe hin drejtësi, për shkak se njeriu s'do të më ndryshu, jap çdo shans, thirrja e Jezusit shumë thjesht, me përfundu me shpejt. Domethënë, engjëllit e kanë thënë ligjin, edhe Zoti ka nxjerr jashtë. Po te Adam e Eva, këta kanë thënë se nuk kanë besu, po çka ka ndodhur? Ai e petë Zoti e koni mëshirshëm për shkak se i ka rrejt vetë Satani. Edhe atëherë e ka çu planin, zakondares, që shtu zakondares? Ligjvënësi do të më ardhë me pagu çmimin për njeriun. Pse? Pse është the ligji. E shtu është këtaja edhe shumë shkurt e shëpe, thama, dish. Ligji është shumë e rëndësi. Unë për shembull disa pastor disa që thojnë çuditna, pse thojnë? Çuditna. Pse? Për shkak se nuk është e vërtetë se ligji nuk vlen. Ligji vlen. Ligji është pjesë e dashurisë së Jezusit. Ashtu. Unë jam i pështum, se ta du ligjin, se jam i pështum, jo se ligjin më shton mu. Faleminderit Vallkeni. Pikërisht ashtu si që tha, këtu ka një mos kuptim, sepse ajo që ka shkëput në kryq është ligji ceremonial e jo ligji moral. Pra, këtu një gabim, një keq kuptimi shumë besimtarve, mjerisht, janë shkëput ceremonit, që mos fliot qenxhi e jo urdhëra ligji moral, mos vraj, mos vjet, mos gënje, mos dëshmorajshëm, mos lakmande, ronon e bab, e kështu me radhë. Këtu o problemi i ligjit që do dhe flasim besoj edhe shumë herë. Kër i kthemi tek Isaia 56, vargu 6, i cili thot,
Bitë të huajve që janë bashkuar me Zotin për të shërbyer, për të dashur emrin e Zotit dhe për të qenë shërbëtor të tij, tër ata që respektojnë të shtunën pa e përdhosur dhe që i përmbahen me vetëdijshmëri besives time. Këto për vërtet Izaia, po të na tregon që edhe të hujt që kanë ardhur, mon që përpara ka qenë vetëm për popullin e Izraelit, tash edhe për të hujt paguhet kjo. Vazhdo. Do t'i qoj në malin tim të shajt dhe do t'i mbush me gëzim në shtëpin time të lutjes. Holokaustët e tyre dhe flimet e tyre do të pëlqejnë mbi altarin tim, sepse shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjeje për të gjithë popujt. Për të gjithë? Popujt. Bravo. Për të gjithë popujt. Ponit e po? Që kjo është profesion? Që du të gjitha me kuptu se ligjë është në dispozicion, edhe lutja, edhe shetrorja, do mënë që është vetë Jezusi, po ligji dashurisë është kja, nuk është ligjë që të pështon, po për shkak dashurisë Jezusit i ligjit e kimena, çdo njeri e ka në zemër, që vetë Zoti na ka premtuar që kam japë në zemër quajin këtë ligj, për me mujt me kuptu që ta bën ndryshimin e njeriu. Vazhdojmë. Pyetja, si të veshemi me robe të drejtësisë së Zotit ton, lakuriqin e Adamit e Evës, përse është ungjilli përjetshëm dhe si do të veshemi përsëri pra me rroba të mblojmë lakuriqin ton që na e ka sjellë mëkati. Jemi duke biseduar për të vërtetat e mëdha biblike dhe para Kronikasve 16, vargu 15 thot: Mos harroni kur besërin e tij, fjalën e tij të urdhëruar për 1000 breza, besërin e lidhur me Abrahamin, betimin që ka bërë Isakut, që i ja kumtoi Jakobit si një statut dhe Izraelit si një besërie e përjetshme. Si kena thënë, fillimi kjo është 91 herë thirrë thuhet lidhja besëria e përjetshëm, 16 herë është në ligj. Na këtë këtu kena mi përmet, a shojnë një shka dhe më thonë besëria e përjetshëm, atëherë vim të Jezusi që e kompleton këtë këto besërie. Vazhdoj. Jezusi jetoi jetë perfekte, jetë të përthosur për neve. Meritat e tia janë ajo qengji kurbani qengji që i ka marrë në katët e botës. Tani shkojmë dhjatën e re, te Mateu kapitulli 3 vargu 11, thot: unë po ju pagëzoj me ujë për pendim, por ai që vjen pas meje është më i fortë se une, dhe une nuk jam i denjë as t'i mbaj sandalet e tij. Ai do t'ju pagëzoj me frymin e shajt dhe me zjarin. Ai mban në dorë të plotën dhe do të pastroj plotësisht lëmin e tij, grurin e tij dhe do ta mbledh në hambar, por bykun do ta djeg në zjarr të përjetshëm. Këtu e kena shumë të vërtetu më ardhen e Jezusit, edhe kush është Jezusi, nuk pështojmë me qingjat, po tash vjen qingji vërtet, edhe ajnë këtë pelurën e shetrimit. Që kja thirrë beslidhjare, dikush vjen me pagu për ty. Edhe ardhja e Jezusit ka qenë profetizume, na tregu më shka në beslidhja. Vazhdoj me pet me Mateu. Mateu atëherë erdhi Jezusi nga Galileja në Jordan te Gjoni për të pagëzuar prej tij. Por Gjoni e kundërshtoi fort duke i thënë: "Mua më duhet të pagëzohem prej teje dhe ti po vjen tek unë." Dhe Jezusi duke i përgjigjur i tha: "Lejo të bëhet për tani, sepse në këtë mënyrë përmbushin çdo drejtësi." Atëherë ai e lejoi. Dhe Jezusi sapo u pagëzua, doli nga uji dhe ja qiejt u hapen, dhe ai pa frymin e Perëndis duke zbritur si një plumb e duke ardhur mbi të. Dhe ja një zë nga qielli që tha: "Ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur." Ati biri e shpirti shejt kanë qenë së bashku. Edhe ky zë nuk e folë për Jezusin, ka qenë për personat që kanë dëshme ndëgju, aty kanë qenë edhe apostujt, dy shepët që e kanë ndëgju këtë zë dhe aty janë bashkë kanë gjitur.
Kjo është plani i shpëtimit të njeriu. Kush Jesua në vërejtë. Yeshua Meshia. Vazhdo. Jezusi i cili shkeli kokën gjarpëri dhe korri fitoren, kurse Malakia, kemi një profetizim të libri i fundit i Dhjatës së Vjetër, Malakia, kapitulli 4, thot, mbani mend ligjin e Mojsiut, shërptorit tim, të cilit në Horeb i urdhërova statutet dhe dekretet për mbar Izraelin. Dhe ja, unë të dërgoj Elian, profetin, para se të vi dita e madhe dhe llaktashme e Zotit. Ai do të bëj që zemra e etërve tu të kthehet te bi dhe zemra e bive etërve, me qëllim që vendi të mos goditet nga një shfarosje e plot. Kjo është një profeci që Elia është fryma e Gjompakzutit, para se mori Jezusi, aty që thot, mbani mend ligjin e Mojsiut, e pet thot, mbani një mend, nuk thot me respektu, mbani një mend, mos e harroni, se ka marrë një fuqi që keni me harru, keni me shtitri çfarë ligje, keni me shtitri ligje homoseksuale, a Zoti mos a keni me shtitri. Ai Zoti e din se keni me harru, çta thot mbani një mend, edhe çdo herë te ligji i Mojsiut thot mbani një mend. Nuk thot ju duhet me respektu, ju thot mbani një mend, mos e harroni. Edhe kja profesion, ja unë do t'ju dërgoj Elin, profetin e para se të vi dita madhe lartësia e tij. Fryma profetit Eli janë kretë evangelistat, që është vllau i Arion, janë kretë evangelistat e marrin frymën e Elis edhe e përgatitin terrenin e ardhen e dytë Jezusit. Ata janë muj me thonë që janë 144.000 plus minus, po jam me persona që e marrin frymën e Zotit e përgatitin këtë rrugë për ardhin e dytë të Jezusit. Se cili kush lexon Bibël, studion Bibël, është shumë i aftë ta pranon këtë frymën e shenjtë, që ta merr frymën e Elis, për të shkon në linjit e parë ta tregon evangeliumin në këtë botë, që të përgatisin popullin për ardhin e dytë, për shkak se që të mos goditet nga një shfarosje e plotë. Oni në të folë për ditën e fundit. Vazhdo. Kurse Gjoni 6:47 thot, në të vërtet po ju them, kush beson në mua ka jetë të përjetshme. Unë jam buka e jetës. Etërt tuaj hangren manin në shkëtirë dhe vdiqen. Kjo është buka që zbret nga qielli, që një mund të haj e të mos të vdes. Unë jam buka e qiellit, vazhdon vargu 51, që zbriti nga qielli. Nëse një ha nga kjo bukë, do të jetoj për jetë. Buka që unë do të jap është mishi im, që unë ta jap për jetën e botës. Atëherë judenët filluan të diskutojnë njëri me tjetrin duke thënë, si mundet ky të na jap të hajmë mishin e tij? Prandaj Jezusi ju tha atyre, në të vërtet po ju them, po të mos hani mishin e birit të njeriut dhe mos pini gjakun e tij, nuk do të keni jetë në veten tuaj. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë të përjetshme dhe unë do të ringjall atë ditën e fundit. Sepse mishi im është në të vërtet ushqim dhe gjaku im është në të vërtet pije. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, betet me mua dhe unë me të. Sikurse ati i gjallë më ka dërguar dhe unë jetoj për shkak të atit. Ashtu edhe ai që më ha mua do të jetoj dhe ai për shkakun tim. Kjo është buka që zbriti nga qielli, nuk është si mana që hëngrën etrit tuaj e vdiqën. Kush ha këtë bukë do të jetoj për gjithmonë. Këto gjëra tha Jezusi në sinagogë duke mësuar në Kapernaum. Kur i dëgjuan këto, shumë nga dishepujt e tij thanë, kjo e folur është të rëndë. Kush mund ta e kuptoj? Por Jezusi duke ditur në të vërtetë se dishepujt e vet po murmurisin për këtë, u tha atyre, kjo ju skandalizon? Çdo të ishte po të shiknit pra birin e njeriu duke u ngjitur atje ku ishte më parë. Është fryma që jep jetë, mishi nuk vlen asgjë. Fjalët që po ju tham janë frymë dhe jetë.
E kjo është që kësa i thëjmë evangeliumi për ershëm, që është kjo. Vetë Zoti është fjala, edhe i thot mu keni me mangën. Këta thëjnë, shko ka dal meqë kësë të nëzisë, na ka në balistën e me mangën njerëzi. Po i Zoti Jezus i thot, është fryma që je pjetë, mishi nuk në asgjë. Fjala që për e thëmë janë frymë dhe jetë, a i do të mund, mu këmë ki me mangën që të këshit liber, që është Bibël keni me mangën. Shto fjallë keni me mangën që i ka thonë. E fjala është e gjallë, do në fjala Zotit është e gjallë, nuk o fjallë vetëm si roman, po është e gjallë dhe reagon në trup, edhe ti në qatë minut e bën vdes ti, do në qatë minut si në fjala Zotit ti nuk je marë, ma e bën ndryshimin e jetës. Edhe që kjo është që e pinë gjakin, do gjaki e fjala është fjalat e ti, a i pëthot të nëve, mu kini me mongë, ata menën si mish, jo, pa i Zotit ka si fjallë, do fjallë e ti dush me hangën. Edhe që kjo është ungjilli i përhershëm. Po kush e han fjalën e gjakun e Jezusit, pështon, të bën ndryshimin e jetës, edhe nuk është më i përshton, po që gjoni gjash na vërteton çka do të thonë ungjilli i përhershëm. Që kjo është tamam definicioni i ungjillit të përhershëm. Amen. Gjithashtu Jezusi dha edhe darkën e tij, e cila është kujtim nga dalja e Egjiptit pas over kalo për tej, kur Zoti urdhëroi të pret kingji dhe me gjakun e tij të lyhet pjesa e epërme e derës dhe kështu nuk ndodhi vdekja e të paralindurve në ato familje, në ato shtëpi. Kurse tek Mateu 26, nga vargu 26 thot, dhe ndërsa po hanin, Jezusi mori bukën e bekoj e theu dhe u dha dishepujve dhe tha, merrni hani, ky është trupi im. Pastaj mori kupen dhe falenderoi dhe u dha aty duke thënë, pini prej ti të gjithë. Vargu 28, sepse ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes së re, i cili është vjedhur për faljen e mëkateve. Dhe une po ju them se që tani e tutje, une nuk do të pi më nga ky frut i hardhis, deri në atë ditë kur bashkë me ju do pi të re në mbretërinë e Atit tim. Dhe mbasi këndua një him dolen jashtë të mali i ullinjeve. Pra Jezusi i lau këmbët e pasaj edhe darkën. Ai nuk është Kjo është beslidhja, do më banini për kujtimin tim para se marrë une. Kjo është beslidhja që na tregon, po kjo është vetë simbol, po gjaku i trupit i është fjala, do më Bibla, me angër Biblën, me angër fjallë që auto shkru. Aja është original, a kjo është simbol, para se marrë, na kena me bë për kujtimin e ti. Mon kena me prej bukën, kena me la kamët për kujtimin e ti, për shkak se na kalon si simbol, me ditë si najna vëzit e motat në krishterizëm. Kurse Mateu 28, vargu 6 thot, ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikur se kishte thënë, eja një shikoni vendin ku ke vënë Zoti. Shkojnë shpejt të thoni dishepujve të tij se ai u ringjall së vdekuri, dhe ja po shkon përpara jush në Galile, atje do ta shihni, ju a thash. Pastaj të 11 dishepuj shkuan në Galile, në atë mal ku kishte caktuar Jezusi. Dhe kur e pan e adhuruan, por disa dyshuan. Pastaj Jezusi ju afrua dhe u foli atyre duke thënë, mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popuj duke i pagzuar në emër të Atit, të Birit e të Frymës së Shenjtë. Dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që ju kam urdhëruar dhe ja unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarimin e botës. Amen. Amen. Kjo është e vulosme, njeri që beson Jezusin dhe han fjalët e tij, e bën ndryshimin e jetës, edhe ai e don dashuria, e don me pështu vetin, e don njerin e vet, ose me pështu familjen e vet, me tregu për fjalët, me tregu planin e për dashurisë së madhe fal për Jezusin. Jo për shkak se tash unë jam krishterë, duhet me lexu Biblën. Jo, se don çdo person që e ka prek Zoti Jezusi, ai
aja ka ndryshu jetën e vete, ka ndërgjegje ndryshje, mendon ndryshje edhe ka dëshuri ndaj të vetit edhe ka qef dhe ata me pa të pështuar. Është që thot shkoni në këtë botë edhe pak zënë emër të Atit të Bijit të Shpirtit Çaj. Vazhdojmë. Pra, ringjallja e Jezusit është fitoria më e madhe që ka ndodhur kurdoherë në historinë e njerëzimit. Fitoria e jetës mbi vdekjen. Dhe kur është fjala për këtë, ne si grup e festojmë me 8 prill, ashtu siç jemi të udhëzuar nga Zoti, pra grupi jon i vogël, jo i madh akoma, por në rritje dhe në perspektivë. Darka e Zotit, cila sipas Biblës duhet të jetë buka pa maja dhe lëngu i rushit pa alkohol. Kjo është jo rastisht, sepse është simboli i trupit Jezusit. Jezusi është ai që nuk ka bëm, është i patmet, i përsosun, pa mkat, pa maja dhe pa lëng rushi, pa alkohol, do me thënë pa shtesë sheqeri, pa shtesë uji, pa konservues, pa kurfar mjeti kimik, por vetëm lëng i shtrydhur. Dhe kjo është parim biblik që duhet respektuar dhe ka shumë bekim në të. Dhe mendoj që këtu momentalisht në është aktuale në rrethet tona, është duke folur për këtë dhe i lutem Zotit që të kuptohet dhe të fillohet praktikohet pra në të gjitha bashkitë protestante e më gjerë tek ne këtu në Kosovë. Jezusi u ringjall, kurse Romakëve 6:23 thot, paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Zotin Jezus. Kjo është fitoria e tij. Krishti na shpëtoi nga mallkimi i ligjit, e tham pak më herët, sepse ai u bë mallkim për ne. Pra Jezusi e mor mallkimin, ato që askush nuk muajti t'i përmbahet ligjit, ai u përmbajt për ne dhe ne jemi të çliruar përmes tij. I mallkuar është kushdo që varet në dru, që bekimi i Abrahamit t'u vijoj jo hebrejve me anë të Jezu Krishtit, që ne të marrim premtimin e frymës me anë të besimit. Jezusi u fliju për tër planetin ton, tër universit, çdo këmbë dhe kombësi, çdo gjuhë, dhe ky është lajmi i engjullit parë. E falenderojmë Zotin, edhe engjëllin e dytë më pas do të shkojmë edhe engjëllin e tretë normalisht. Kurse tek Hebrejnit kapitulli 4 vargu 15-16 thot, sepse ne nuk kemi kryeprit që nuk mund t'i vi keq për dobësitë tona, por një që u të ndua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar, le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Kryeprifti jon është Mesia. Vllau Keni. Vazhdo. Mesia i cili ndërmjeton për mëkatet tona në shejtroren mbi shejtrore. Këtu është Jezusi dhe Hebrejnit 9:22 thotë, dhe sipas ligjit gati të gjithë gjërat pastrohen me anë të gjakut, dhe pa derdhur gjak nuk ka ndjesë. Pa e pagu nuk mund të marrim asgjë. Jezusi e pagoi mëkatin ton. Dhe para Pjetrit 1:18-20, kjo është ai thelbi i lajmit të ungjillit të përjetshëm, i cili thot, duke ditur se jo me anë të gjëra që prishen, si argjendi ose ari jemi shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga etrit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qengjit të patmet dhe panjoll, të paranjohur përpara krijimit të botës, por të shfaqur në kohën e fundit për ju. Jezusi pra, para krijimit të botës, bë plani që ai të flijohet për njerëzit, për të njerëzimin, dhe kjo është ajo që është ungjilli i përjetshëm, lajmi i mirë, i cili ka shpresë për ne. Mesia i vajosur, krijuesi i qiellit dhe tokës, i universit,
i cili erdhi u bë sakrificë flim për ne, dhe thot Romakëve 16:20, tani Perëndia i paqes do të dërmojë së shpejti Satanën nën këmbët tuaja. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju. Dhe është vargu i fundit, e para Gjoni 2:1 dhe 2 dhe thot, djema të mi, ju shkruaj këto gjëra, që të mos mëkatoni, dhe në qoftë se ndokush mëkatoi, kemi një avokat te Ati Jezu Krishtin të drejtin. Ai është shlyesi për mëkatet tona dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ato të gjithë botës. Ky është Mesia i vajosur, është Jezusi jon, krijuesi i së tokës, rruga, jeta e vërteta. Dhe ai më i bukur i varg i cili është shkruar në Bibël është tek Gjoni 3:16. To e din edhe fëmijët e vegjël përmendesh dhe e lexojmë së bashku tani për fund, sepse Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij të vetëm lindur që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Ai që beson në të nuk dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka besuar në birin, në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë. Tani gjykimi është ky, drita erdhi në botë dhe njerëzit deshin rrësirën më tepër se sa dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen te drita, që mos të zbulohen veprat e tij, por kush bën të vërtetën vjen te drita që veprat e tij të zbulohen, sepse u bën në Perëndin. Dhe Mateu 24:14, ky ungjill i përjetshëm do të predikohet në mbar botën e atëherë do të vi fundi. Do të mbar botën, atëherë do të vi fundi. Këto është problemi se lajmi i triengjëve është shumë e rëndësi. Domthonë, ky lajm është këtë kishat, këtë populli ka më qenë lajm shumë i madh, ka më qenë megafone shumë i madh. Që ata janë aty bëu këtë video që personat ta kuptojnë pse duhet mu përsëritë herë ungjilli i përhershëm. Domthonë shumica krishterëve e dinë Biblën, e dinë ungjillin. Po Zoti po na tregon që ka marrë kohë që nuk kanë me ditë, domthonë nuk kanë me dashur me lexuar. Domthonë duhet mu përsëritë edhe herë. Pse? Nuk di, domthonë kanë me bën në ndryshim, kanë me ndodhur një ndryshim drastik që nuk kanë me ndëgjuar ungjillin e përhershëm, nuk kanë me ndëgjuar lajmin e mirë. Po kanë me ndëgjuar një lajm tjetër banaki, një lajm që nuk është e vërtetë. Kanë me dalë prorok fallse, kanë me rrejt popullin, që ata për shembull persona duhet me kuptuar se lajmi i triengjëve është shumë me rëndësi, nuk është ajgore. Vazhdo. Pra, Jezusi i cili mposhti amikun me Bibël, me fjalë, është shkruar, është shkruar me Bibël, pra mund të mundet armiku, thot Biblia, beteja jo nuk është me gjak dhe me mish, por kur do frymat të ligave, kundër principateve, dhe Jezusi na ka siguru fitoren, Victory in Jesus, çdo ditë të jetës tonë, ne kemi fitoren me Zotin Jezus, dhe nga manuskript i cili shkruan vitin 1902, thot rëndësia e lajmit të 3 engjëjve do të jetë në rritje sa më tepër të shkoj nga fundi i historisë së kësaj bote të planetit tonë. Çdo ditë më tepër ky lajm breaking news që thot anglisht, apo ky lajm fantastik i mrekullueshëm është në rritje dhe ne e dim që Zoti jo duke folur, jo ne. Andaj ofrojmë edhe librin gratis, falas Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, porosit tash në Facebook, në TikTok, Bashkia Adventiste Kosovë, në telefon, Viber, WhatsApp, si ju përgjigjet, ky bestseller, i cili botimi 3 në gjuhën shqipe, por ka me qindra botime në gjuhë, i cili botohet e ribotohet vazhdimisht në libër Kapital, dhe i cili e përfshin pikërisht edhe këtë kohë lajmet 3 engjëj. Çfarë duhet të bëj?
Pra, duhet të marrim vendimin, vetëm të vendosim e Zotit të gjitha i bën. Dhe e përfundojmë me një lutje. Populli shqiptar, ku jemi ne, në cilën pikë jemi, dhe kemi nevojë prapë shumë për lutje, që Zoti të hap zemrat e sinqerta, mendjet e sinqerta që të kuptojnë, pranojnë lajmin e Krishtit. Lutu Diana. Lutemi bashkë. O Zoti i Madh, përshtatshëm, faleminderit për fjalën tënde, faleminderit për lajmin e mirë, për ungjillin e përjetshëm. Faleminderit që dashuria jote ka ekzistuar para që kemi ekzistuar ne. Andaj o Zot, lutem që ky lajm të rritet në mendjet e zemrat e të gjithë popujve, e sidomos popullit ton. Beko Zot popullin ton, këtu në viset tona, anë mban diasporë, kudo që kush është, që të përulen, kërkojnë ty, e ti e Zot i vërtet dhe besnik. Kushtë që vjen të kune nuk do ta dëbaj jashtë, por do ta e pranoj, se thosh, unë e rritë dera trokas. Andaj o Zot, të lutna eja në mendje zemrat e të gjitha atyre sinqert, jep ju dëshirë dhe vullnet dhe kohë të hapim Biblen, tani në këtë kohë, kur çdo gjë po ndodh shpejt dhe shumë shpesh dëgjohet, nuk kam kohë. Koha po kalon, bën o Zot që njerëzit të vedisohen dhe të përulen para teje, e ti e Zot i vërtet i gjallë dhe besnik. Bekona, beko familjet tona, të dashurit ton, udhëheqna, uzona, mbrona, nga çdo e keqe, të shkon çdo gjë mirë mbar, pa probleme pengesa. Ndera lavdia takon ty, i bekuar lavduar qoftë emri i Atit Birit Frymështrajt përgjithmonë. Amen. Amen. Janë, Zotit bekoft, ty dhe burin tonë. Javën tjetër do ta bëjmë videon e radhës, kena me lajmin e triengjëve. Mirëmbëjtje.